Të dashur miqtë e mi, përshëndetje të gjithëve. Lajmi i fundit, lajmi i bukur për të gjithë ju. Gjesti rikthehet fuqishëm. Një vojzë i cili ka ardhur në faqen e tij zyrtare në grupin e tij nga ana e Gjestit, na ka befasuar të gjithëve dhe na ka dhuruar të gjithëve pozitivitet. Ashtu i buzëqeshur siç e njohëm ne, ashtu i lumtur siç e njohëm ne, ashtu i gëzuar siç e njohëm ne. Gjesti falenderoj të gjithë shqiptarët, të gjithë ndjekësit, të gjithë ata të cilët i kanë çuar dhurata, i kanë qëndruar pranë, e kanë bërë të lumtur sa do pak në ditët e vështira që Gjesti i kaloi. Dhe me patjetër që po i kalon, sepse dashuria për vllaun nuk harrohet asnjëherë. Unë isha i bindur që Gjesti nuk do ta zhgënjej publikun e tij, isha i bindur që Gjesti nuk do të harroj publikun e tij. Përkundrazi ai por i kthehet më fuqishëm se kur. Gjesti po ngjitet në skenë. Ai premtoi që së shpejti do të sjellën dhe një video, do me thënë do të na sjellën një video të bukur, ta shohim dhe se si duket dhe se si është dhe normalisht të rikthehet më te publiku shqiptar, për të sjellur këngë, projekte dhe shumë dashuri. Është pritur me shumë dashuri, fansat e kanë pritur me shumë pozitivitet, ashtu siç u premtova, do me thënë 2026 do të na vi me Gjestin dhe Gjesti nuk do ta zhgënjej asnjëherë. Ai ishte shumë falendërues ndaj të gjithë nesh, e ndjekim këtë vojzë nga Gjesti dhe e presim me duar të hapur. Së shpejti Gjesti me super plane të reja. Përshëndetje krejtë, a jeni knej? Si fillim desha me falënderu shumë për dashnin që më keni dhonë dhe s'më keni lënë vetë kur. Para se me postu një video, juve jam ka mas pari me bërq, mi o falënderu shumë për zemre, edhe normal mi au që një voice, juve të parve që e meritoni. Shpesoj që jeni mirë krejtë, shumë shpejt shihemi, okej? Ja o zemre, faleminderit për dhuratat, këtë në kanë ardhë, shumë dhurata, shumë faleminderit, ju këmë thonë edhe njëse s'keni nevoj për kësi hargjime, po i vlerësoj shumë. Edhe më kanë kry shumë punë, në atë periudhë shumë të vështirë që e kom pasë. Ja o zemre, sa do pak më keni botë lumtur, shumë faleminderit. Shihem edhe dëgjohem.